Sonte në orët e mesnatës në servicë të Kërqovës, ose më saktësisht në shtëpinë e familjes së Ismail Ballazhit, ka ndodhur një shpërthim i fuqishëm ku ka eksploduar tharësja e teshave. Me që rast, është bërë dëm i madh material, ku është dëmtuar i gjithë inventari i banjos, kanë shpërthyer të gjitha dyert e shtëpisë. Nga flaka dhe tymi i krijuar, është dëmtuar pothuajse e gjithë mbrendia e shtëpisë. Për përjetimet e tmerrshme të qastit u prononcua vetë pronari i shtëpisë Ismail Ballazhi, i cili nuk e ka të qartë se si erdhi deri te ky shpërthim i fuqishëm. Unë rash në Fli ka 11:45 në mbrëmt ora, në aty në noza mashinën të thaj petkat. Në si rash të Fli mas një 5 minuta rryma u hop, si u hop rryma masanej një eksploziv i madh uni, bum! E në thash, Irani një shpi, sa që shu bo, kur dola për jashta, flaka ishte njët ke dire dyt e udës aty. Nër flakën dola të poshtë, erda ke shpi e vjetër e fkata babën, mora një tengjere, e në i fluka një 7-8 tengjere me uj, me mzise e nala, atë të zjarin. Gjitha dyrët kam plas, janë të plasme për aty, dire haleza është komplet leje prasme, e që shka ke Gjakuzi, ata gjithë ke sprati parë janë të dotome, gjithë janë të gjekme. Kur hyp ke stanet, ke i treti spratën e i dyti, e në i pari, gjithë janë të zi me flak. Mirë, po fatë mirësisht do të thoja nuk kishte njërës, pasoja njërës nuk ka. Nuk kishte, vece pak flokët mi ka gjek, po mirë do jemi. Me qenë familja të ja lanja, aqyshen, është një gja shumë e madhe që mundet të ndodhi në konë që të vrasin e familje, ajo është ma keqja, po. Se shumë është, ajo, ne kemi mashina në Amerikë, tulli mashinës që punojmë, kështu nuk kam pa një të sot, kështu që të eksplodohej e të bojë gjithat dëmë. Fatmirësisht nga kjo ndodhi me dëme të mëdha materiale nuk pati pasojë në njerëz, nga se në ato qaste në vend të ngjarje nuk ndodhej asnjë njeri, përveç pronarit i cili ishte në dhomën e gjumit.